Altogether we worked for about 150 days. Punuam për rreth 150 ditë për të përfunduar punimin dhe patëm rastin e veçantë t'ia paraqisim mozaikun Papa Leonit të 14 përpara se të aplikonin brenda bazilikës së Shëmpalit. Kështu që arritëm të ja tregonim mozaikun dhe kryuam përshtypjen se ai ishte shumë i lumtur për rezultatin. Kështu shprehet për agjencinë e lajmeve Reuters, drejtori i studios së mozaikut në Vatikan, Paolo Di Buono. Imazhi i prodhuar nga një ekip prej 3 personash gjatë 5 muajve përmban rreth 16.000 pllaka individuale për të realizuar më mirë hijet e lëkurës së Papës. Artistët ju drejtuan arkivit të tyre historik, një katalog me rreth 27.000 lloje pllakash me ngjyra, të ruajtura në një dollap dosjesh me 9.000 thirrtar që shtrihet në 2 kate. Brenda mureve të qytetit të Vatikanit, që nga fundi i viteve 1500, një punishte e vogël artizanësh të trajnuar është kujdesur për qindra mozaik që dekorojnë brendësinë e bazilikës së Shëmpjetrit, ndërkohë që ka krijuar edhe kryevepra të reja. Krijimi i një mozaiku të vetëm mund të zgjasë me muaj, pasi 12 artistët e stafit në studion e mozaikëve të Vatikanit i mbledhin me kujdes pllakat e vogla me ngjyra në objekte fetare, si përshkrime të Jezusit dhe Maris, ose jo fetare, si pamje të Koloseut të Romës. The other important works of the studio is the creation. Puna tjetër e rëndësishme e studios është krijimi i mozaikëve të përdorur në raste të caktuara, si dhuratë nga Papa. Kjo është një veprimtari tjetër e rëndësishme për studion, sepse kjo është arsyeja pse ne krijojmë. Në përgjithësi subjekte fetare dhe jo fetare, sepse për çdo rast Papa mund të vendosë çfarë do të dhurojë ose ofrojë. Është një punë mjaft e kujdesshme sepse pllakat janë të vogla, kështu që duhet ta rindërtojmë origjinalin me mjaft besnikëri. Është një punë e gjatë që kërkon shumë durim, por është shumë e dobishme. Një nga prodhimet më të fundit të studios ishte një portret i Papa Leonit të 14, 1.2 metra i lartë, i cili u instalua në bazilikën e Shëmpalit të Romës, jashtë mureve, në përputhje me një traditë që daton që nga shekulli i 19. At the beginning of 19th century, actually the Basilica of St. Në fillim të shekullit të 19, bazilika e Shëmpalit u shkatërrua pothuajse plotësisht nga një zjarr i madh. Kështu që pas zjarrit, Papa Piu IX vendosi të krijonte të gjitha portretet e papëve të bëra me teknikat e mozaikut. Ndryshe nga fotografitë ose imazhet e gjeneruara nga inteligjenca artificiale, mozaikët e prodhuar në punishte nuk janë të lehtë për të krijuar. I think it is very important because it's complete. Mendoj se është shumë e rëndësishme, sepse është krejtësisht ndryshe nga kohrat tona bashkëkohore, në të cilat mund të bësh çdo lloj fotoje me një smartphone brenda pak sekondash. Rrezikojmë të humbasim të gjithë këtë lloj informacioni. Teknika e mozaikut është pikërisht e kundërta, pra është diçka e bërë për të rezistuar shekujve. Studio gjithashtu krijon mozaik më të vegjël, që papët i përdorin për një lloj diplomacie, duke u dhuruar ato udhëheqësve të huaj që vizitojnë Vatikanin ose në udhëtimet e tyre jashtë shtetit. Adriano Galise, një nga artizanët e studios, shfaqi me krenari fotografi të veprave që ai krijoi, të cilat ishin dhuruar nga i ndjeri Papa Benedikti XVI, presidentëve amerikan, George W. Bush dhe Barack Obama gjatë vizitave zyrtare në Vatikan. Rreth 23.000 prej pllakave janë objekte, rezerva ngjyrash nga shekujt e kaluar që nuk mund të prodhohen më dhe një ditë do të shterojnë. Disa prej tyre janë krijuar me materiale helmuese që nuk përdoren më sot.